Të dashur të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot në radhë jemi tek Suratul Qamar, sureja me emrin Hëna, e cila është një sure mekase prej 55 ajeteve, ku për këtë sure që e ka marrë emrin nga ajeti i parë që kalon në surën Qamar, Allahu i lartësuar përmend një fenomen natyror ku tregohet që hëna është qarë në dysh. Në traditën islame këtu bëhet fjalë për një mrekulli që ka ndodhur në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sipas një mendimi të dietarëve, sepse është shumë e nevojshme që të sqarohet kjo çështje, edhe ne që të kuptojmë më mirë mbi këtë sure dhe mbi këtë fenomen që flitet dhe është folur ndër shekuj në botën islame, por edhe të kemi dijen e duhur të saktë që të dimë që në rast të parë të kënaqim shpirtin ton mbi ajetet e Allahut të lartësuar që ka shpallur në Kur'an, por edhe më pas ndaj çdo dyshimi që mund të hidhet mbi këtë çështje, ne të jemi të qartësuar. Bëhet fjalë sipas transmetimeve të shumta që mushrikët e Mekës dhe kjo surja Qamar, domethënë ka zbritur afërsisht rreth viteve 5 vite para se profeti alayhis salam të shkonte në Medinë, ku Mekasit në shenjë tallje ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam i kërkojnë atij mrekulli. Në fakt kërkimi i mrekullive të profetit sallallahu alaihi wasallam nga ana e Mekas dhe mosbesues kanë qenë të shumta, siç do t'i shikojmë edhe më poshtë. Por ata i thanë Ebu Xhehlin në krye me shok, i thanë o Muhammed, nëse don që ne të besojmë, atëherë na e nda hënën në dysh. Të shikojmë me sy tanë që hëna do të ndahet në dysh. Dhe sipas transmetimeve, pra një mendimi të dietarëve islam, kjo ka ndodhur ashtu siç edhe përshkruhet në hadith, një mrekulli që i është dhënë profetit sallallahu alaihi wasallam, ku sipas tyre edhe ky ajeti i parë i surës Qamar, ku Allahu i lartësuar thotë "Wan shaqal qamar" dhe hëna u da në dysh, u da në dy pjesë, është për këtë fakt që i kërkuan mushrikët Mekas profetit sallallahu alaihi wasallam të mrekulli. Dhe ngjarja ka ndodhur kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam kur hëna ishte e plot, sipas transmetimeve, i thret mosbesuesit, thret dhe shokët e tij, dhe më pas me anë të gishtit të tij do të drejtojë atë drejt hënës dhe hëna do të ndahet në dy pjesë. Por ajo çfarë ndodh më pas e zakonshmja është që Mekasit do ta quajnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si një magjistar. Ky na bën neve magji, prandaj dhe ne na duket sikur kjo ndodhi në të vërtetë. Ndërkohë një pjesë tjetër menduan se nëse Muhamedi alayhis salam do të na kishte bërë neve magji, atëherë të pyesim popujt e tjerë që ndoshta e kanë parë këtë fenomen. Dhe tregohet që kur pyesin karavanin e parë që vjen nga vise të largëta, edhe ata e dëshmojnë këtë fakt që me të vërtet pam një fenomen të mrekullueshëm, një mbrëmje që hëna u nda në dy pjesë. Dhe normalisht dietarët që janë strikt ndaj argumenteve që janë të dukshme, qoftë në Kur'anin famëlar apo qoftë edhe këtë transmetimet e hadithit në këtë formë, e pranojnë këtë si një fenomen real që i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë po ashtu kemi një mendim tjetër dietarësh, që në fakt flasin drejt për së drejti në lidhje me këtë ajetin e Kuranit famëlar, ku normalisht transmetimet të cilat vinë në hadithe për sa i përket ndarjes së hënës në dy pjesë, ata i kritikojnë në bazë të besueshmërisë së këtyre haditheve dhe thonë që ky ajet nuk ka kuptimin që hëna është ndarë në dysh në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ky ajeti ka kuptimin e lajmërimit të kiametit, që kur do të ndodhi kiameti, do të shikojmë që fenomenet të ndryshme natyrore, siç edhe Kurani ka përshkruar çarja e qiellit, ndarja e hënës në dy pjesë, janë fenomenet të cilat do të ndodhin pra kur do të ndodh kiameti. Por thonë që
Duke qenë se ky ajet flet në të shkuarën, atëherë ne shohim që shumë ajete të Kuranit famëlar flasin në të shkuarën, por në gjuhën arabe kur flitet diçka në kohën e shkuar për sa i përket gjuhës, ajo ka kuptimin në Kur'anin famëlar që është një gjë e sigurt që do të ndodhi në të ardhmen. Në fakt edhe ne në gjuhën tonë shqipe kemi shprehje të kësaj natyre. Kur themi dikujt, për shembull, i kemi dhënë fjalën që do t'i bëjmë një nder mbas pak kohësh, ai ta kujton dhe thotë, shiko, se mos ma haron atë fjalën që më ke porositur, dhe ne si themi në gjuhën tonë, ka mbaruar ai muhabet. Mos e diskuto më. Pra, ka mbaruar ai muhabet është në kohën e shkuar, ndërkohë ne kemi si qëllim të ardhmen e sigurt. Dhe kështu e kanë komentuar dietarët këtë ajetin e Kuranit famëlar, që kjo nuk bëhet fjalë për një ndarje fizike të hënës, por bëhet fjalë për atë se çfarë do të ndodhë në ditën e Kiametit. Në fakt, ajo si që e kundërshtojnë këtë dietar është se ne po ashtu nuk kemi asnjë fakt historik që popujt tjerë ta dëshmojnë këtë fakt që hëna është ndarë në dy pjesë. Së ndryshe kjo do të ishte diskutuar qoftë edhe në shkencën e astronomisë, domethënë, por ne shohim që përtej kësaj besimtari musliman duhet të bëjë një lidhje të ndërmjetme midis këtyre dy çështjeve. Dhe lidhja e ndërmjetme është se besimtari musliman kurse si nuk i lidh çështjet e besimit me atë çfarë vërteton apo nuk e vërteton sot shkenca. Sepse ne kemi shumë ngjarje në Kuranin famëlar që shkenca do t'i kundërshtojë ato. Por për ne si besimtar janë gjëra reale, fakte, sepse ne besojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili është ala kulli shay'in qadir, ka fuqinë për të bërë gjithçka. Si do ta shpjegoj shkenca udhëtimin e profetit sallallahu alaihi wasallam në një pjesë të shkurtër të natës në natën e Isras dhe Mirajit? Si do ta shpjegoj shkenca që zjarri nuk e dogji Ibrahimin alayhis salam? Si do ta shpjegoj shkenca që deti u hap në dy pjesë dhe Musa alayhis salam kaloi me ushtrinë e tij? Dhe të gjitha këto janë fakte reale, mrekulli. Dhe ajo çfarë ne si besimtar është qëndrojmë midis këtyre dy fakteve. Ku po, nëse me të vërtet, pra ne e besojmë se nëse do Allahu subhanahu wa taala që hënën ta ndante në dysh dhe që të jepte një mrekulli profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo gjë ndodh sepse Allahu i lartësuar idha arada shay'an ay yaqula law kun fayakun. Kur ai do diçka bën, i thot bëu dhe ajo menjëherë bëhet. Ne nuk e vëmë kursesi në diskutim fuqinë absolute të Allahut të lartësuar për të bërë gjithçka. Por ama çështja është që të kuptohet Kurani me mesazhet e tij të drejtë për drejta, që besimi mos të jetë një shablon. Besimi mos të kaloj në një dogmë, por besimi të kaloj si diçka konkrete dhe të prekshme. Dhe kur ne shikojmë ngjarjet çfarë ka ndodhur me Muhamedit alayhis salatu vesselam, është pastaj për shembull një shembull konkret në surën Isra, nga ajeti 90 deri tek ajeti 93, e cila kjo sure në këto ajete përmend që Mekasit i kërkojnë profetit sallallahu alaihi wasallam mrekulli konkrete, por ama në kohën kur ka zbritur surja Kamer, edhe kur ka zbritur surja Isra ka distancë kohore, që do të thotë, surja Isra ka zbritur më mbrapa në kohë. Dhe përsëri kërkimi i mrekullive nga ana e Mekasve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam automatikisht është një argument që këto po t'i kishin kërkuar mrekulli Muhamedit alayhis salam për hënën, s'do t'ishte nevoja t'i kërkonin mrekulli të kësaj natyre. Çfarë i kërkuan? Ata i thanë, o Muhammed, ne nuk do të besojmë ty derisa të kesh kopshte me hurma e me rrush, të bësh të rrjedhin vazhdimisht midis tyre lumej. Nuk do të besojmë derisa qielli të bjerit copa ashtu siç ti po na tregon se Zoti do të na dënoj. Apo të na sjellësh Allahun dhe ëngjëjt që të shikojmë me sy tan. Ose që ti të kesh një shtëpi prej ari, apo të ngjitesh lart në qiell, por ne nuk do të besojmë për ngjitjen tënde derisa të na sjellësh një libër që ta lexojmë. Një libër që ta lexojmë është kuptimi të vi një libër duke zbritur nga qielli dhe ne ta shikojmë atë me sytë tonë, se në fakt Kurani ishte një libër i zbritur nga Allahu i lartësuar. Ndërkohë Allahu si i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thuaj o Muhammed, subhanallahu, i madhërisëm është Zoti im, a mos jam unë gjë tjetër vetëm se një njeri, vetëm se një profet? Kjo është çfarë ju më kërkoni mua, nuk është në kompetencat e mia. Kështu që nisur nga këto fakte që kanë shpallur dietarët duke u bazuar në Kuranin famëlar, atëherë tregohet pra qartë që
ky fenomen, pra edhe pse ka ardhur i transmetuar në traditën islame, shohim që kur i ballafaqojmë argumentet e Kuranit sidomos me njëra tjetrën, atëherë kuptimi më i saktë i kësaj do të ishte që po, hëna do të ndahet në dysh, por kjo do të ndodh kur do të ndodh pra Kiameti, kur kjo botë do të shkatrohet, siç Allahu i Lartësuar ka premtuar në Kuranin famëlart, idhe se më unë shakkat kur qielli të bëhet copa e të tjerë me radhë, gjëra të cilat janë të qartësuar në Kuranin famëlart. Prandaj ajo çfarë neve nafton kjo sure të dashur besimtar është që të kuptojmë qartë fuqinë absolute të Allahut të Lartësuar, që ai kur don diçka ajo menjëherë bëhet. Duhet të dimë dhe diçka tjetër. Besimi jonë në Allahun subhanahu wa taala konstaton në besimin e gajbit, në besimin e të fshetës. Kështu nis edhe surja Bekare. Elledhina yu'minuna bil gajbi. Pra ky është një libër që është shpallur nga Allahu i Lartësuar për ata të cilët e besojnë të fshetën. Të ndryshe, ne kur ballafaqohemi me kërkimin e mrekullive nga ana e popujve kundrejt profetëve të tyre në Kur'anin famëlart, kemi një ligj thelbësor që në momentin që Allahu do ta shpall mrekullin dhe njerëzit do ta shikojnë me dy sytë e tyre, atëherë në momentin që ata nuk besojnë, le ta dinë që do të jetë një shkatrim i madh për ta. Prandaj dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpesh i kundërshtonte to njerëz, nuk e luste Allahun e Lartësuar që t'i shfaqte atyre mrekulli të qarta, sepse kishte frikë se me mohimin e atyre mrekullive ata më pas do të meritonin shkatrimin nga ana e Allahut të Lartësuar, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e donte këtë shkatrim. Dhe ne kemi një shembull të bukur me shokët e Isait alayhis salam, ku tregohet që kur tashmë ata do të sulmoheshin dhe pothuajse ishin në prag të vdekjes nga ushtria romake, ata i kërkojnë Isait alayhis salam, ku i than hel yastati'u rabbuka ay yunzila aleyna ma'idatan min as-sama'i, o Isa alayhis salam, a mundet Zoti jot, Zoti ynë të na dërgojë një sofër nga qielli që ne të ham prej saj, dhe pikërisht dërgimi i sofrës nga qielli do të ishte një mrekulli që Allahu subhanahu wa taala do t'ia shfaqte atyre për shikimin e tyre. Dhe në fakt çfarë ndodh? Allahu i Lartësuar tha: inni munazzilu alejkum, dije që unë do t'u azbres juve atë sofër. Fa me yakfur ba'da minkum fa inni u'adhibu adhaba la u'adhibu ahada min al-alamin. Por ama dijeni që nëse dikush për jush më pas, kur do ta shikoj këtë mrekulli me sy, do ta mohoj Allahun e Lartësuar, kam për t'i dhënë një dënim që nuk e ka parë historia dënimin që ka për të merituar ai njeri. Dhe dietarët thonë se këtë mrekulli në këtë rast e kërkuan besimtarët, të cilët e besuan Isain alayhis salam. Edhe për besimtarët erdhi një kërcënim kaq i madh që po e pe mrekullin me sy, atëherë nëse e mohon Zoti subhanahu wa taala, meriton të dënohesh. Imagjino kur e kërkojnë jo besimtarët që për ta do të ishte një shkatrim i madh. Prandaj surja Kamer, pra surja Hëna, për ne shohim që po ashtu në Kuranin famëlar do të paraqitet si një mrekulli e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ne dim shumë mirë se çfarë roli ka hëna pikërisht për të ruajtur të gjithë atë funksionimin e drejtë të tokës ku ne jetojmë. Është hëna në pozicionin ku Allahu e ka caktuar që ne të kemi më pas një jetë e cila i përshtatet qenies tonë, që të kemi çdo gjë në masën e duhur, nga oksigjeni, nga ushqimet e të tjera me radhë. Dhe shumë fenomene natyrore që ndodhin në tokë janë të lidhura drejt për së drejti me hënën, ku e dim shumë mirë që Allahu i Lartësuar na ka orientuar për ta parë atë si një nga mrekullitë e tij, si nga shenjat që ai është krijuesi absolut. Dhe shohim që Kurani famëlart ne na fton të meditojmë mbi këto fenomene natyrore, qoftë në krijimtarinë kaq precize që Allahu i Lartësuar ka krijuar çdo gjë në vendin e vet, por ama ka paralajmëruar që gjithë kjo mrekulli që shikoni do të vi koha dhe do të shkatrohet, sepse çdo gjë ka një afat të caktuar. Jeta jon ka një afat të caktuar, jeta e këtij universi ka një afat të caktuar, sepse Allahu i Lartësuar ka krijuar çdo gjë në shërbim të njeriu në jetën e kësaj bote, për ta vendosur atë në sprov,
për të besuar Allahun e lartësuar, sepse imagjinon nëse Allahu i lartësuar do të shfaqte mrekullitë e tij haptazi, apo siç kërkonin Mekasit, të vijë Allahu ta shikoj me syt tan, të shikoj me lajket me syt tan, atëherë thot Allahu i lartësuar në Kur'an, nëse do të ndodhte kështu që do t'i shfaqnin mrekullitë, atëherë ata do të besonin me hir apo me pahir, pastaj do të ishin të imponuar të besonin, por ama Islami nuk kërkon imponim në besim. Besimi në Islam vjen nga vullneti i lirë, vjen nga dëshira për ta kuptuar dhe për ta besuar me sinqeritet Allahun e lartësuar. Prandaj këtu më pas merr vlerë besimi, këtu më pas merr vlerë vepra që ne bëjmë për kënaqësitë të Allahut të lartësuar, që e bëjmë atë me dëshirën tonë, me vullnetin tonë të lirë dhe me besimin tonë të sinqert. Ku e lut Allahun e lartësuar ta bëj këtë sure që të jetë një reflektim për mrekullitë që na tregon Allahu i lartësuar në univers, ku na fton që gjithë kjo mrekulli dije që në fuqinë e Allahut të lartësuar është asgjë, ai e ka krijuar, ai e shkatëron atë kur të doj dhe tek ai do të jetë kthimi i të gjithëve ne. Ku lut Allahun të na kthej me besimin e sinqert në zemër tek Zoti jon Allahu subhanahu wa taala. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli wa sallim